Samel Ushtaku dhe 7 të akuzuar të tjerë janë paraqitur në gjykat pasi ata akuzohen për veprën penale për krim të organizuar e friksim të 2 dëshmitarëve të mbrojtur në rastin Drenica 1. Ushtaku, lidhur me këto pretendime, sot i kishte mundësinë të deklarojë para anëtarëve të trupit gjykues, por një gjë të tillë refuzoi. Faleminderit kryetar. Pra, jam konsultuar me klientin tim dhe ai është pajtuar me sugjerimin tim që mos ta jap mbrojtjen fare, nga se me provat e prezantuara në shërbim gjyqësor nuk ka dalë asnjë fakt inkriminues kundër tij. Prandaj edhe konsideron se nuk ka pse ta jep mbrojtje. Dhe shfrytëzon drejtën e tij të bëhet parkeus. Faleminderit shumë gjyqësor. Jo, unë e vërtes pretendin e avokatit, që nuk do të mundu. S'kam çfarë. Prokuroria pretendon se të akuzuarit, si grup kriminal, kanë kryer veprat penale, pengim të dëshmisë apo procedurës zyrtare dhe friksim gjatë procedurës zyrtare nga qershori viti 2013 deri në shtator të 2015, duke i detyruar 2 dëshmitarë që të ndryshojnë dëshmitë e tyre në rastin Drenica. Aktakuzat në rastin Drenica lidhen me keqtrajtim të civilëve në Likac gjatë luftës.